Ky akt patriotizmi është një akt frymëzues i cili ka ndezur dhe mbajtur gjallë zjarrin e shpresës, qytetërimit, përpjekjeve për zhvillim, këmbënguljes për triumfin e të mirës në kohë të vështira dhe në kohë të mira për qytetin tonë. Ne jo vetëm nderojmë dhe përkulemi me respektin më të thellë ndaj autorëve, ndaj baballarëve të këtij akti të madh, të këtij gjesti të madh, por po kështu zotohemi dhe rizotohemi, se sfidat tona të sotme, sfidat tona të nesërme, do t'i kapërcejmë me një devocion dhe një përkushtim të madh ndaj interesave të këtij qyteti, duke bashkuar energjinë pozitive të shpirtit të Tiranës, të shpirtit të tiranësve. Do të dimë të tejkalojmë çdo pengesë, çdo blokadë, çdo bllokim, çdo vullnet të mbrapsht për të çuar përpara ëndrrën e shpallësve të pavarësisë. Kam nderin t'ju njoftoj me këtë rast se do t'i propozoj Këshillit Bashkiak në mbledhjen e ardhshme miratimin e ditës falënderimeve për komunitetin autoktonas Tiranës,